Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Kongresisti republikan Mike Turner dhe ai demokrat Donald Norcross vizituan sot Kosovën dhe u takuan me presidenten Vjosa Osmani, me cilën biseduan për thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme. Pas takimit, presidentja Osmani deklaroi se në Kosovë nuk ka pasur as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane, duke theksuar se Kosova ka popullin më pro-amerikan në botë dhe se secila qeveri e Kosovës vjen nga ky popull. Në këtë kohë kur vendi është pa institucionet e reja, ku vend dhe qeveri, një ekip prej kongresistësh amerikan të përbër nga kongresisti republikan Mike Turner dhe kongresisti demokrat Donald Norcross qëndruan në Kosovë. Të dy kongresistët që u takuan me presidenten Vjosa Osmani janë edhe pjesë e asamblesë parlamentare të NATO-s, prandaj presidentja tha se biseduan për sfidat e sigurisë dhe mundësisë për afrimit e Kosovës me NATO-n, por edhe për thellimin e bashkëpunimit Kosovë-Shëba. Presidentja pas një aktiviteti ju përgjigj edhe zyrtarit amerikan Philip Ricker, i cili ka thënë se Kosovës i duhet një qeveri që është e gatshme të bashkëpunojë me Shëbat. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë edhe në të ardhmen qeverinë më pro-amerikane që mund të gjej ndokush, për shkak se kemi popullin më pro-amerikan në botë dhe secila qeveri e Kosovës që vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeveri apo votuesve që krijojnë qeveri dhe qeverisë, përderisa secila qeveri i ka metodat e veta, i ka strategjitë e veta, e ka mënyrën se si punon me partnerët. Ata janë partneri pazëvendësueshëm për sigurinë tonë, për ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e domosdoshme që edhe koordinimin ta kemi të plotë dhe bashkëpunimin ta kemi sa më të fuqishëm. Presidentja Osmani kritikoi deputetët e legjislaturës së kaluar që nuk arritën të formojnë institucionet e reja. Shprehu shqetësim se mund të ketë zvarritje edhe pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, në mungesë të një konsensusi politik. Shqetësim ka, sepse nuk është larg koha kur kishim situata të tilla, këto vetë sa ndodhen këto zvarritje, por po shpresoj shumë që kjo të ketë qenë një mësim i mësuar dhe një përvojë nga e cila të gjitha partitë politike të kenë mësuar se zvarritja është mbi të gjitha në dëm të interesave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Presidentja i është përgjigjur edhe akuzave të deputetëve të partive të ish opozitës se ajo po i shërben Albin Kurtit dhe është nën urdhrat e Dejona Mihajlit. Kush e ka thënë këtë punë? Ganimet e Musliu më kujtohet. As nuk ja vlen të merrem as një sekond me akuzat të Ganimet e Musliu. Ndërkohë, politologu Albinot Maloku vlerëson se presidentja Vjosa Osmani nuk ka qenë gjithmonë në krye të detyrës së saj, por ka kalkuluar politikisht për mundësinë e rikandidimit edhe për një mandat tjetër si presidente. Përjedhoj në gjykimin tim, shefja e shtetit nuk është se ka qenë në para se gjitha shumë përputhje me rendin kushtetues veprimit saj në momente specifike dhe të intervenimit në sonspunit ku ka dhe karakter moral një veprim i shefit shtetit se përket të gjitha ato sfida o cilat i kaloi Kosova dhe cilat pasojë do të ndjejmë ende prej nënshkurtit deri më tani. Duke analizuar kërkesën e SHBA-s dhe BE-s që në të ardhmen të ketë një qeveri stabile dhe më bashkëpunuese, politologu Albinot Maloku thotë se partitë politike duhet të i kenë parasysh kërkesat e faktorit ndërkombëtar. Shprehje se duan një qeveri e cila është në bashkëpunim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i bie që nuk kemi pas një qeveri të tillë dhe se interesi është që të kemi një qeveri të tillë. Presidentja Vjosa Osmani ditë më parë caktoi 28 dhjetorin kur duhet të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Delegacionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përbërë nga kongresisti republikan Mike Turner dhe kongresistin demokrat Donald Norcross e ka pritur në takim edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Pika qendrore e diskutimeve ishte fuqizimi i marrëdhënieve Kosovë-Shëba me theks të veçantë në fushën e mbrojtjes. Sa i përket investimeve dhe kapaciteteve mbrojtëse, kryeministri në detyrë veçoi
prokurimin e pajisjeve ushtarake amerikane, përfshirë edhe sistemin anti-tank Javelin, si dhe faktin që Kosova ka nënshkruar gjithashtu marrëveshje për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Krahas investimeve në mbrojtje, kryeministri u shpreh se Kosova ka mbetur dhe mbetet e palëkundur në orientimin e saj euroatlantik dhe synimin për antarësim në NATO dhe BE, jo vetëm si përfituese nga ombrella e sigurisë, por edhe si kontribues në paqe dhe siguri në kontinentin evropian. Gjatë takimit u diskutua edhe për mundësitë e bashkëpunimit në rrafshin ekonomik, sidomos në fushën e energjisë dhe të teknologjisë, por edhe në projektet të mëdha infrastrukturore që parashihen të realizohen si ato në transportin hekurudhor, thuhet në komunikatën e zyrës së kryeministrit në detyrë. Për rëndësinë e vizitës së kongresistëve amerikanë në Kosovë, flasim tani drejt për drejt me analistin politik Blerim Canaj. Përshëndetje, zoti Canaj. Përshëndetje. Atëherë, sa është e rëndësishme vizita e kongresistëve amerikanë Mike Turner dhe Donald Norcross në një moment kur Kosova është pa institucione funksionale, pa kuvend dhe me një qeveri në detyrë? Po gjithmonë, vizitat amerikane gjithmonë janë të mirë se ardhura dhe të rëndësishme në Kosovë. Para për shkak se gjithmonë edhe duke pasur parasysh profilet e dy kongresistëve, njëri është profili sigurisë, tjetri i ekonomisë më shumë, atëherë faktikisht e kemi një farë bashkëdyzimi të asaj çka momentalisht i duhet Kosovës, po si duket edhe i intereson Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në anën tjetër kemi dy kongresistë nga dy parti të ndryshme, do të thotë njëri është republikan dhe tjetri demokrat, që faktikisht është prap në interesin e Kosovës dhe i bie që pavarësisht se cila palë është, Kosova qëndron në fokus të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Natyrisht nuk mund ta presim që tjetë rëndësia dhe pesha e njëjtë sikur ne të kishim ndonjë vizitë nga shtëpia e bardhë, mirë, po edhe kjo që është për të përshëndetur. Dhe a e lexoni ju këtë vizitë si një sinjal të shtuar të interesimit amerikan për stabilitetin politik dhe të sigurisë në Kosovë? Po, gjithmonë. Tek e fundit ne e dim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ai bardh si kryesori i çështjeve të sigurisë, jo vetëm në Kosovë, po në Ballkane, në Evropë, madje edhe në botë ndoshta, por natyrisht që duke qenë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë edhe bashkëhisedar të shtetformimit dhe shtetndërtimit të Kosovës, natyrisht që e kanë një sy ndoshta edhe mbi lupë, ashtu të them, rreth situatës në Kosovë dhe rreth çështjeve të sigurisë në Kosovë, të cilat kohëve të fundit, sidomos pas këtyre katrahurave në botë, do ta kenë me siguri që fokusin edhe më të madh se sa deri më tani. Shto këtu edhe faktin që Kosova tani më është edhe pa qeveri dhe pothuaj pa parlament gjatë 8-9 muajve, natyrisht që është një brengë më e madhe për miqt dhe për partnerët tanë të cilët e shohin si strategjike stabilitetin jo vetëm në kuptimin e sigurisë, por edhe në kuptimin politik, do të thotë stabilitetin në Kosovë. Dhe takimi i kongresistëve me presidentin Osmani u fokusua në siguri më shumë dhe në NATO, sa janë reale që gjasat, pra që Kosova të avancoj drejt parafrimit me NATO në këtë klimë politike. E kam parasysh që Kosova është ende pa qeveri, mirë, por nëse pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit do të ecet shpejt me formimin fillimisht të qeverisë së re dhe pastaj të avancohet tutje në këtë proces të antarësimit eventual të Kosovës në NATO. Shishajler, mua më brengosi një çështje që e tha presidentja kur ajo bëri sikur ishte e brengosur se mund të bijem pas zgjedhjeve në një situatë të njëjtë sikur që kemi qenë deri më tani. Kjo faktikisht i bie që në mendjen e saj është që pas 3 muajve edhe ajo të futet në ndonjë listë të lëvizjesve të vendosje, dhe në qoftë se është ashtu i bie që domosdoshmërisht
ne do të futemi në zgjedhje tani për të mos zgjetur zgjidhje apo për të vazhduar blokadën edhe 3 muaj. Dhe mendoj që kjo është brengose për Republikën e Kosovës. Dhe pastaj duhet të brengosemi për atë se sa me të vërtet është një qeveri e cila e krijohet në të ardhmen e afërt, sa është e interesuar të rrisë bashkëpunimin dhe të funksionoj me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner sikur që kemi funksionuar deri para disa viteve. Ajo se çka e tha presidentja rreth asaj se sa jemi pro-amerikan, shiqani kohëve të fundit ne kemi pasur një farë fryme anti-amerikanizmi, së paku ka qenë një farë fryme në tendencë që të futet në madje edhe në diskursin tonë politik, mirë po ja që është vështirë që t'ja del ndonjë subjekt politik që ta arrijë këtë. Dhe mendoj që secila qeveri që do të vijë, pavarësisht kush është, pavarësisht ideologjisë të cilën e ka dërtuar apo të cilën e ndjek, duhet ta ketë të qartë që partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës thjesht është jetik dhe në një farë forme apo në një tjetër nënkupton edhe sigurimin e ekzistencës Republikës së Kosovës. Andaj duhet që të jetë të kujdesshëm. Sa i përket pyetjes juaj dhe antarësimit në NATO, duhet të kemi thjesht strukturë të ndërgjegjshme politike, e cila në mes tjerash është edhe kompetente dhe din çka don, dhe duhet të kemi një qeveri e cila prioritet i ka ambicjet shtetërore dhe jo ambicjet partijake politike apo personale politike. Duhet që thjesht të mos e përdor shtetin për të ndërtuar perceptime të ndryshme politike të cilat shkojnë thjesht në konton e tyre partijake dhe që ka një dije dhe një strategji se si të shkohet në atë drejtim. Dhe duhet ta kemi të qartë një çështje. Pa partner, ne nuk mund të antarësohemi as në NATO e në asnjë institucion ndërkombëtar, çfarë do qoftë ai. Dhe ky partner patjetër se duhet të jetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur thatë më herët që presidentja realisht e komentoi çështjen e qeverisë pro-amerikane, e cila tha se nuk do të ketë në Kosovë asnjëherë një qeveri që është anti-amerikane, e u referua pyetjes gazetarëve kur u pyet rreth deklaratës së diplomatit amerikan Riker para disa ditëve, i cili tha se Kosova ka nevojë për një qeveri pro-amerikane. Si e keni parë ju këtë deklaratë të zotit Riker? Zonja Presidente, si shefe e politikës së jashtme, duhet ta di që është shumë e parëndësishme se çka themi ne, por është shumë e rëndësishme se si na shohin të tjerët. Dhe të tjerët na shohin gjithmonë në bazë të veprimeve që i kemi pasur ne deri më tani. Dhe veprimet të cilat i ka bërë qeveria jonë deri më tani kanë quar në atë drejtim që të mendohet dhe madje edhe të ketë një bindje që qeveria e Kosovës është anti-amerikane. Po fillojmë që nga fillimi i marrjes së qeverisë, do të thotë ndalimi i gazit amerikan ka qenë në sytë e mi thjesht hapi më naiv të cilin e ka marrë qeveria për ta ndryshuar pastaj me disa bateri të cilat nuk erdhën kurrë. E kemi parë pastaj edhe veprimet të cilat janë marrë shpeshherë në emër të një pseudo-patriotizmi dhe përkundër këshillave të partnerëve tanë që të mos merren disa veprime të caktuara, por megjithatë janë marrë vetëm e vetëm për të përdorur për konsum të brendshëm politik dhe shumë çështje tjera të cilat kanë krijuar një tjetër bindje te partnerët tanë. Dhe mendoj që pyetja që i është shtruar presidentës është shumë legjitime, por t'ju them të drejtën, nuk do të prisja një përgjigje tjetër nga presidentja për shkak kësaj që tha, për shkak se do të ishte atëherë super e sinqertë.
Por megjithatë, presidenti ka pasur vizita të shumta në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ajo ka potencuar shumë herë që marrëdhëniet Kosovë-SBA janë të fuqishme, të forta. Madje edhe në fushën e mbrojtjes, Kosova ka nënshkruar disa marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës së fundmi, apo jo? Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë deklaruar vetë dhe nuk po e them asun, thjesht ne po e themi atë që e kemi dëgjuar nga vetë eksponentë rëndësishëm politik amerikan, ku kanë thënë që marrëdhëniet në mes të qeverisë së Kosovës dhe të qeverisë apo të Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë në pikun më të ulët të ftohjes. Dhe tani unë thjesht po bazohem në atë që e kanë thënë ata. Edhe tash do të isha shumë kurreshtar ta dija se çka është biseduar direkt mes presidentës dhe dy kongresistëve dhe do të isha shumë interesuar që ta dija se cilët ishin mesazhet e kongresistëve drejtuar presidentës, në mënyrë që pastaj ta kemi edhe të mund ta bëjmë një analizë më të thellë se ku gjendemi. Po e përsëris, veprimet të cilat i kanë bërë thjesht i kanë quar eksponentë të rëndësishëm politik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të flasin për marrëdhëniet në mes të qeverisë dhe Kosovës. Marrëveshjet të cilat janë nënshkruar, shpesh herë mendoj që sjellja e qeveritarëve tanë në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë edhe e tillë, edhe për arsye se e kanë pas të qartë që Shtetet e Bashkuara nuk do të heqin dorë nga Kosova, dhe kjo është mirë. Ato nuk do të heqin dorë nga Kosova, së pari për shkak se janë bashkëhisedar të, sikur që e thash, të shtetëformimit dhe shtetëndërtimit të saj, dhe çështje tjera, dhe është mirë që është kështu për shkak se paramendoni një heqje dorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Kosova dhe ku do të ishim ne. Por ajo çka ne e kritikojmë është që sjellja e qeverisë sot thjesht e ka stagnuar Kosovën për të mos arritur shumë qëllime të tjera të caktuara në arenën ndërkombëtare. Shqipëri ne ende nuk kemi andarsuar as në Këshillin e Evropës, e cila është një farë paradhome për të futur në Bashkimin Evropian, dhe vazhdojmë që t'i bëjmë fajtor të tjera. E duhet ta kemi të qartë edhe një çështje, edhe pse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një kontinent tjetër, madje edhe hyrja jonë edhe në Bashkimin Evropian mendoj është edhe përmes derës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kështu që duhet të jemi të jetë të kujdesshëm dhe duhet të dimë me të vërtetë qartë se çfarë duam dhe çfarë po bëjmë. Dhe në këtë situatë në cilën jemi parsorë për Kosovën është të themeloj sa më parë, të formohet sa më parë qeveria e re pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, dhe a mendoni se SBA-ja dhe Bashkimi Evropian, Shtetet e BE-s do të bëjnë kësaj radhe më shumë presion tek partitë politike parlamentare që do të zgjedhen nga këto zgjedhje në mënyrë që të formohet qeveria e re dhe të mos përsëritet ajo çfarë na ndodhi me zgjedhjet e shkurtit? Shqipëri nuk doja të rrezikoja me këtë përgjigje, por po e them megjithatë. Unë kam përshtypjen që me këta dy kongresmen veç ka filluar biseda rreth çështjes se çka do të ndodhë dhe si do të ndodhë, por tash nuk mund ta quaj presion apo ndikim. Unë shpresoj që të ketë presion më shumë se sa që ka pasur, për shkak se deri më tani e kemi pasur që ne nuk kemi një strukturë politike të përgjithshme e cila dhe dëshiron me të vërtet që të ndërtojë institucionet, por gjithmonë është një strukturë e cila gjithmonë ka një qëllim të caktuar që ka të bëjë me vetveten apo me partinë e tij, por absolutisht jo me shtetin. Spaku nga përvoja të cilën ne si qytetarë kemi pasur gjatë këtyre 8-9 muajve. Në anën tjetër, po e përsëris, ajo që e tha presidentja lë të nënkuptohet që mund të kemi një vazhdim të blokadës pas 3 muajve. E vetmja gjas që ndoshta mund të dalim nga blokata mund të jetë
Nëse zoti Kurti i merr mbi 50%, varianta e parë, dhe varianta e dytë është nëse zoti Kurti i merr nën 40 deputet. Atëherë ka një mundësi që o ta marrë qeverisjen vetë zoti Kurti, sikur që dëshiron, ju jepet një mundësi partive ish opozitarit që pastaj ato ta formojnë qeverinë. Por gara këtë herë është jo për 60 vota, 61 vota në parlament, por gara do t'jetë për 80 vota në parlament për shkak se kemi edhe zgjedhjen e presidentit. Dhe a mund të ndryshoj skena politike sa i përket koalicioneve, mund të pritet ndonjë koalicion tjetër më i madh në këtë rast mes vetëvendosjes dhe PDK-s ose LDK-s nëse rezultati pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit do të jetë pak a shumë i ngjashëm me ato çfarë kemi pasur në zgjedhjet paraprake? Unë mendoj që gjithçka varet nga ajo se si do t'i ndërtojnë më mirë të them listat e deputetëve partit politike, për shkak se listat japin një mesazh apo përshojnë një mesazh të besueshmërisë apo mos besueshmërisë të votuesi, dhe në çdo variant mendoj që lëvizja vetëvendosje mund të ketë një zbritje të votës nga 3 deri në 5%, mirë po duhet ta kemi parasysh edhe faktin që data 28 dhjetor mund të ju jap një përparësi lëvizjes vetëvendosje, në qoftë se qytetarët kosovar të cilët jetojnë në diasporë kanë edhe më tutje të njëjtën mendje në raport me lëvizjen vetëvendosje, edhe pse mendoj se ajo ka ndryshuar tejet shumë. Shto edhe faktin që shumë qytetarë nga Kosova faktikisht i kanë pushimet në atë periudhë dhe me siguri që shumë nga ta të shkojnë në përpushime, po vrehet edhe një farë disponim i rënd të qytetari vendas që të votoj. Kështu që mendoj që duhet t'i presim rezultatet. Në kushte normale, rënja vetëvendosjes mund të ishte 3 deri në 5% në sytë e mi. Mbetet shihet se si do të jetë rezultati nga këto zgjedhjet që pritet të mbahen, këto zgjedhje të jashtëzakonshme dhe kombinatorikat e mundshme për formimin e qeverisë së re. Ju falenderoj shumë që ishit drejt për drejt me emisionin tonë dhe analizën që bët rreth vizitës së kongresmenëve dhe rëndësisë e kësaj vizite në Kosovë. Nësi, falenderës. Pse dua me analistin politik Blerim Canaj, vazhdoni qëndroni me ne. Kryetari i komunës së Prishtinës Përparim Rama ju bashkua sot protestës së punëtorëve të transportit publik pasi nuk kanë marrë rrogat prej disa muajsh. Punëtorët e trafikut urban dhe ata të transportuesve publiko-privat kërkojnë shlyrjen e borxheve që po paralizojnë shërbimin dhe po lënë qytetarët pa autobus. Protestuesit kërkuan nga pushtetarët që të mos bëjnë politik me nevojat bazike të punëtorëve dhe të qytetarëve. Punëtorët e ndërmarrjes publike komunale trafik urban dhe kompanive të transportit publiko-privat protestuan para komunës së Prishtinës dhe qeverisë së Kosovës, duke kërkuar shlyrjen e borxhit që komuna ka ndaj kësaj ndërmarrje. Për shkak të këtij borxhi, nga hëna është ndalur tërësisht qarkullimi i transportit publik në kryeqytet. Protestës ju bashkua dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, duke marshuar bashkë me punëtorët drejt qeverisë. Me çfarë rast kërkoi një takim urgjent me kryeministrin në detyrë Albin Kurtin dhe ministrin në detyrë të financave Heguran Muratin. Unë kam bërë të njoftun qysh me muaj me radhë faktikisht që Prishtina është e bllokuar, buxheti është i bllokuar, alokimi mjeteve tona të hyrat vetanake të kryeqytetit janë të bllokuar në mënyrë jo ligjore, jashtë ligjore, dhe për këtë ne kemi bërë edhe kallëzim penal ndaj ministrit Heguran Muratit, edhe të zyrtarëve të Ministrisë së Financave, të cilët nuk e kryejnë punën e tyre profesionale, por i bllokojnë fondet tona vetanake, të hyrat vetanake me të cilat normal ne i paguajmë shërbimet për qytetarët e kryeqytetit. Kryetari i sindikatës së trafikut urban Ilmi Gashi u kërkoi falje qytetarëve për ndërprerjen e shërbimit, duke theksuar se situata doli jashtë kontrollit punëtorëve. Sipas tij, ndërmarrja ka borxh rreth 1 milion euro të kompanive derivateve, të cilat kanë bllokuar furnizimin me karburant. Ndërkohë, komuna i ka borxh ndërmarrjes 3 milion e 200.000 euro.
punëtorët e trafikut urban e kanë 1 milion euro bërç për naftën. 2 rroga punëtorët e trafikut urban nuk i kanë shiju akoma. 3.200.000 euro kompanisë publike trafiku urban i ka bërç komuna. 1.600.000 na i kem borxhe furnitorëve tonë. Nuk ka pare për të na dhënë për na shërby, nuk kem mjete me punu, nuk ka naftë, nuk ka rroga, pagat punëtorët janë diskriminuar për këtë rrogë që nuk e kanë. Ish kryetari i sindikatës, Sabit Gashi, tha se kjo situatë nuk po ndodh për herë të parë, prandaj është momenti i fundit që institucionet të marrin masa për zgjedhje. 2019 3 muaj ditë kena bë protesta para komunës, para organizatës të trafikit urban. E milion 3 milion e dishka euro bërç është marrë. Qeveria i ka fajt, qeverin që ka 100 metra, qeveria nuk është në Amerikë. Na jemi shqiptar, nashta ju vim për këthys, s'po mirën vesh në mes vete. Zhgënjim për shkak të situatës shprehu edhe punëtori i trafikut urban Mehdi Arifi, i cili kërkoi korrektësi nga ministri në detyrë Hekuran Murati. Pare tona i dojmë pej Hekuran Muratit, kur gjë tjetër veç të pare tona që 7 muaj ditë pa pagesë. Edhe asgjë tjetër. Se na kem shpenzime çdo ditë ka 100 euro duhet autobusit me qit naftë. Punëtorët me pagu jem pa punëtori me met, pa vetëm sherri i Hekuran Muratit. Edhe Ismet Haliti, drejtori i kompanisë Qendra 2, theksoi se protesta synon mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, ndërsa kërkoi që kompanitë private të mos lihen pasdore në këtë proces. Na nuk kemi zgjidhje tjetër. Në momentin që kryen detyrime ndaj nesh, na mundna me vazhdu, për ndryshe s'ke mundësi me vazhdu. Në pritje të një zgjidhje institucionale, qytetarët e Prishtinës mbeten këtë të hënë pa transport publik, ndërsa punëtorët paralajmërojnë se protesta do të vazhdojë deri në realizimin e kërkesave të tyre. Derisa trafiku urban hyre në grev, taksit ilegale kanë mbushur rrugët duke shfrytzuar situatën për përfitimet paligjshme. Inspektorati i Prishtinës ka nisur kontrollet rrepta ndaj këtij veprimi. Ekipi Radio Televizionit NS1 pa nga afër se shumë automjete ilegale u ndalen gjatë aksionit. Protestën e trafikut urban, shkaku i secilës nuk pati qarkullim të autobusëve, e shfrytzuan taksit ilegal, duke shkelur rregullat e trafikut urban me furgon pa licencë. Ky veprim i kundërligjshëm po ndërshkohet nga Inspektorati i Komunës së Prishtinës, ndërsa drejtori Bekim Brestovci tregon se cilat janë pasojat dhe masat që po ndërmerren. Sot e kemi pas një ditë të ngarkume, krejt kjo si pasojë e blokadës buxhet dhe si pamundësi që sa muajt mos paguhen të hyrat që është dashur të ketë trafiku urban, por natyrisht edhe operatorët ekonomik privat, të cilët për sa muaj kanë shërby qytetarët e kryeqytetit në shërbim të transportit, sot për shkaqe që ata madhe nuk po kanë mundësi të furnizohen as me derivatet naftës, janë ndërprer gjitha shërbimet ndaj qytetarëve të kryeqytetit dhe kemi vërejtë që në orët e mëngjesit që ka pas një tollovit themi kështu, sepse njerëzit kanë qenë të detyruar pastaj kundër dëshirës tyre që të përdorin veturat e tyre personale për të lëvizur dhe për të kryer punët e tyre. Natyrisht ka pas tendencë që të jetë i aktivizuar një numër më i madh i taksiv ilegal. E që ne si inspektoriat natyrisht jemi munduar ta bëjmë punën tonë dhe t'i parandalojmë dhe t'i gjobisim, sipas të dhënave që kam prej grupeve në terren që i kemi të inspektoriatit, të cilët po operojnë bashkërisht me policinë, është një numër kogja i madh i atyre të cilët sot janë gjobitur me gjoba deri në 200 euro. Ne do vazhdojmë natyrisht mundohemi ta mbajmë situatën në kontroll. Sot kemi bërë tentativë gjithsesi që t'i mbajmë jashtë qarkullimit edhe të gjithë autobuset të trafikut ndërurban të cilët kanë pas tendencë që të hyjnë në përmes kryeqytetit për të ofruar shërbime të cilat natyrisht nuk i kanë të kontraktuar. Ekipi i Radio Televizionit 21 doli në terren për të parë nga afër situatën me përfshirjen e shumë automjeteve ilegale që ishin angazhuar ilegalisht bashkë me disa autobus që po ashtu operonin jashtë rregullave. Autoritetet komunale thanë se do të vazhdojnë aksionin gjerë në stabilizimin e situatës. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës ka thirrur seancë të jashtëzakonshme për bartjen e mjeteve vetanake të kryeqytetit dhe për buxhetin e vitit 2026. Seanca do të mbahet të njëjtën më 27 nëntor. Osman Blaca nga zyra ligjore e komunës ka thënë se anëtarët e Kuvendit Komunal janë në fuqi derisa të betohen të rinjt.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i ka certifikuar rezultatet për asamblet të premten javës që shkoi, por asamblestët e rinj nuk janë vetuar ende. Shkurja në zgjedhjet jashtëzakonshme më 28 dhjetor pa buxhet të miratuar për vitin 2026 do të mbajë shtetin vetëm përkohësisht larg kolapsit financiar. Ekspertët ligjor ndajnë mendime të ndryshme lidhur me zgjatjen e afateve buxhetore, megjithatë pajtohen se Kosova tashmë ka hyrë në një rrugë të panjohur. Viti 2025 për qytetarët në Kosovë është vlerësuar si një vit i humbur, si në aspektin politik, ashtu edhe atë ekonomik. Ndërkohë, shpërndarja kuvendit dhe shpallja zgjedhjeve të jashtëzakonshme pa miratimin e buxhetit për vitin 2026 ka krijuar shqetësim tek qytetarët. Ka buxhet se s'ka pas deputet për popull, veç për veti. Allah e ku mirë. Keq kanë punu këta. Qa po bujnë ta njerës në petës. Ta është në zgjedhje? Zgjedhjet, qa me bujnë zgjedhje? Po që ka nga qitë vojtë, së dhja është ku me qitë me vojtë. Dhe zi njerës ka me bujnë. Marrëjisht. Qytetarët në Prishtinë të hënën u ballafaquan me mungesë të transportit publik. Shkak për këtë u tha të jetë mungesa e mjeteve financiare për ndërmarrjet e transportit publik. Ndërkohë, Kosova rrezikon të përballet me një blokadë financiare të gjithëmbashme, pasi që lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve në 2 raste nuk arriti të formojë qeverinë. Kuvendi, pa një qeveri të re, nuk pati hapësirë ligjore për miratimin e buxhetit për vitin 2026. Në këtë kuptim, hulumtuesi i Institutit Kosovar për Drejtësi Naim Jakaj thotë se Kosova ka buxhet vetëm deri në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Tani më jemi në një situatë për të cilën nuk jemi ndodhur në herat e kaluara. Jemi pa buxhet për vitin 2026, në ndërkohë vendi rrezikon të mos ketë paga në sektorin publik edhe rrezikim të investimeve kapitale për muajt e parë sipas planifikimeve që i kanë bërë edhe komunat edhe institucionet e tjera. Çka mund të shkohet në ekzekutim të financave është që 2 muajt e parë shteti i Kosovës ka para që të cilat përdoren në mënyrë ekuivalente me buxhetin e janarit të shkurtit të vitit paraprak, ndërkohë për të mos paga dhe investime që do të ekzekutohen nga projektet e vitit 2025, do duhet që kuvendit të miratojë zgjatjen buxhetore. Por deri në atë kohë, po besoj që partitë politike do të gjejnë rrugë të ndryshme, pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve, që të konstituojnë kuvendin shpejt, ta formojnë qeverinë shpejt, ta miratojnë ligjin përndarjet buxhetore për vitin 2026 dhe marrëveshjet e tjera ndërkombëtare. Kosova pas zgjedhjeve të nënshkurtit hyri në një blokadë politike, e cila prodhoi zgjedhje të jashtëzakonshme, ndërkohë mosmiratimi i buxhetit për vitin 2026 dhe përsëritja një krize tjetër të mundshme politike rrezikon të lësh gjysmën e qytetarëve në Kosovë pa paga, pensione dhe ndihma sociale. Në këtë situatë, avokati Ardian Bajraktari thotë se mos së largu gjysma e janarit, vendin duhet ta gjejë me institucione të reja. Shpresojmë që brenda janarit të përmbyllet procesi në mënyrë që natyrisht elementi ose hapi i parë i qeverisë së ardhshme të jetë procedimi me çështjen e buxhetit, në mënyrë që natyrisht të ketë mundësi që të bëhen alokime përkatësisht e ekzekutimi i buxhetit. Në variantin më të keq mund të kemi bllokim të funksionimit të institucioneve, pa mundësi të ekzekutimit të buxhetit në rast se eventualisht brenda janarit që paku nuk kemi vendim për shtyrje të buxhetit përkatësisht të ekzekutimit të tij brenda shkurtit dhe marsit. Por mbetet të shihet në rast se eventualisht do të kemi institucione të themeluara brenda këtyre afateve. Si pasojë e blokadës politike veç krizës për buxhetin e vitit 2026, Kosova rrezikon të humbë edhe qindra miliona euro nga mosmiratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në kuvend, përfshirë edhe mjetët nga plani i rritjes, ku Kosova do të përfitonte rreth 900 milion euro. Punëtorët e radio-televizionit të Kosovës nga sot ka nisur grevën e përgjithshme 2 orëshe pasi nuk kanë marrë pagat e tetorit. Sindikata e RTK-s i ka bërë thirrje kryeministrit në detyrë Albin Kurti të ndërmarrë urgjentisht veprime ligjore për sigurimin e buxhetit të këtij institucioni. Nëse kjo nuk ndodh, punëtorët paralajmërojnë masa më të ashpra, përfshirë bojkotimin e fushatës zgjedhore të 28 dhjetorit dhe mos raportimin e aktiviteteve politike.
Menaxhmenti i RTK-s thotë se janë duke punuar për gjetur zgjidhje sa më të shpejt dhe apelon që RTK të mos përdoret si mjet presioni apo si instrument për agjenda politike. Punëtorët e RTK-s, të cilët nuk e kanë marrë ende pagën e tetorit, kërkuan nga qeveria në detyrë të bëjë zgjidhje emergjente në mënyrë që të mundësohet vazhdimi punës së transmetuesit publik. Përfaqësuesi i sindikatës së punëtorëve të RTK-s, Gëzim Bimbashi, tha se kryeministri në detyrë Albin Kurti duhet t'i sigurojë buxhetin në RTK-s pasi ka zgjidhje ligjore për një gjë të tillë. Na kanë injoru kërkesat si sindikat, kemi bërë thirrje me herët kuvendit, u shpërbë kuvendi, tash po bëjmë thirrje të qeveria, të kryeministri Kurti. I bëjmë thirrje kryeministrit Kurti që të ndërmarrë veprime të menjëhershme ligjore dhe gjej zgjidhje sepse ka zgjidhje ligjore. Bimbashi paralajmëroi se do të ndërmarrin veprime të tjera sindikale, përfshirë edhe bojkotin e të gjitha aktiviteteve politike si dhe fushatën elektorale, nëse nuk sigurohet buxheti për RTK-n. Në fund të kësaj jave do t'ju njoftojmë për masa të tjera. Fillimisht kemi shku me grevë 2 orëshe dhe nga fundi javës do dalim me qëndrime për të vazhduar tutje. Greva nuk do të ndale, do të vazhdoj çdo ditë. Ne, nëse nuk bëhet një zgjidhje, do të kërkojmë që të pezullohet mbulimi i fushatës elektorale, jo prej qefit, prej dëshirës. Proteston e punëtorëve të RTK-s e ka mbështetur edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Kryetari i AGK-s, Xhemail Rexha, tha se zgjidhja e këtij problemi i takon qeverisë në detyrë. Është në dorën e kryeministrit Kurti dhe ministrit të financave Hekuran Murati, që tashmë kanë edhe një përparësi për të ndërmarrë hapa, pasi që nuk janë më ligjërisht deputet të Kuvendit Kosovës, janë vetëm kryeministri në detyrë dhe ministri i financave në detyrë, pra akoma më shumë një argument për të marrë një vendim për të ndarë buxhetin edhe një herë së paku për këta 3 muaj. Në anën tjetër, ushtruesi i detyrës së drejtorit të përgjithshëm të RTK-s, Hysen Hundozi, tha se janë duke punuar për të gjetur zgjidhje sa më të shpejtë. Dua t'i siguroj të gjithë kolegët, partnerët dhe publikun se ne jemi duke punuar intensivisht për të gjetur një zgjidhje sa më të shpejtë dhe të qëndrueshme. Ashtu siç kemi bërë edhe 3 muaj më parë, ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me institucionet relevante në vend dhe partnerët tanë për të siguruar funksionimin normal të transmetuesit publik. Në këtë situatë ndjeshme, bëj apel që RTK të mos përdoret si mjet presioni apo si instrument për agjenda politike. Hundozi tha se transmetuesi publik i përket qytetarëve dhe duhet të mbetet jashtë çdo ndikimi që cenon misionin e tij profesional të pavarur dhe kushtetues. Seanca për vrasjen e Liridona Demajt është ndërprerë për shkak të problemeve teknike për të vazhduar më 12 dhjetor. Pas problemeve teknike, gjyqtarja Fatime Dormaku ka propozuar që të ndërpritet seanca në rastin e vrasjes së Liridona Ademajt. Seanca e radhës është caktuar të mbahet më 12 dhjetor. Në shqyrtimin gjyqësor, ku ishte parapar shfaqja e sekuencave nga shtëpia e Naj Murselit për shkak të materialeve të shumta, nuk kanë arritur që të njëjtat të transmetohen para trupit gjykues. Trupi gjykues është të ashtushme t'ju jap kohën e nevojshme juve që t'i bartni sekuencat me cilat dëshironi të provoni pretendimet e juja, kryen e veprës penale, për ndryshe në këtë formë nuk po mundemi pesheni edhe vetë. Nuk ka mundësi kështu sepse po dera ka shumë. Nëse je e gatshme, nëse të vynë po sot, mirë, nëse jo, shkoj me datën 12. Me këtë propozim është pajtuar prokurorja Javorka Pertlinčević, e cila tha se nuk është bërë selektim i pamjeve, me qëllim që të mos nxitën dyshime për fshehje nga ana e palës mbrojtëse.
Në pauza para dite dhe pas dite të shqyrtimi gjyqësor, unë kam provuar të kontaktoj me zyrtarin e IT-s, profesionist nga prokuroria që të mund të ndajnë video incizimet, mirë po pasi që ka qenë pauza, nuk kanë qenë të qasshëm, të disponueshëm, ashtu që do të ishte më së miri pasi që folderi ka të bëj për video incizimet, pamjet para shtëpis të akuzuarit Nai Murseli. Është një file i madh video, diku 700 deri në 800 gigabajt, ashtu që do të ishte mirë që kjo seancë të caktohet për ndonjë ditë tjetër apo me datën 12. Prokuroria do të mundohet që sekuencat të dorëzohen të ndara. Ne si prokurori në hard disk i kemi bartur të gjitha përmbajtjet pa ndarë asgjë dhe nuk kemi ndërprer dhe nuk kemi shkëputur asnjë sekuencë për arsye që mund të kemi kundërshtime nga ana e mbrojtjes, që mos t'i bie që prokuroria ka dashur diçka të fshet nga ajo. Lëvizjet e Nai Murselit ditën kritike si dhe disa veprime ditën e nesërme. Prokuroria pas kësaj do të mundohet t'i ndaj sekuencat të kohës që kemi propozuar dhe të paraqiten për seancën e ardhshme. Paraprakisht është mbajtur një pauzë deri në orën 13:10 për shkak të problemeve të natyrës së njëjtë teknike. Në gjykatore kanë qenë të pranishëm të akuzuarit Nai Murseli, Kushtrim Kokalla e Granit Plava. Po ashtu i pranishëm ka qenë edhe vëllai i Liridona Ademajt, Leonardi, dhe avokati mbrojtës Leutrim Syla. Liridona Ademaj u vra më 29 nëntor të vitit 2023 në Bërnicë të Prishtinës. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish bashkëshorti saj Naim Murseli. Dyshohet se ai kishte premtuar Granit Plavës 30.000 euro për ta kryer krimin e rënd, ndërsa i arrestuari tjetër për këtë rast është edhe Kushtrim Kokalla. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj që ishit me ne, miru pafshim.